Takimin e sotëm edhe Hysi edhe Ballkani e nisën me aspiratat të mëdha për rezultat pozitiv, por me mungesa shumë të rëndësishme në formacion. Hysi pa sulmuesin kryesor Labinot Osmani, kurse Ballkani pa mesfushorin kreativ Fitim Krusha. Përkundër kësaj, ndeshja ishte mjaft e mirë dhe pati ritëm të lartë. Hysi ishte skuadra që dominoi që nga fillimi dhe rastin e parë për të kaluar në epërsi e pati në minutën e 10. Granit Çekaj dha këtë gjuajtje. Nënt minuta më vonë, një aksion mirë i organizuar i Hysit nga ana e majt e vuri në sprov Kastriot Drezën, i cili gjuajti për pa arritur të kalonte edhe Bujarthaqin shumë të disponuar sot. Sa më shumë që kalonte koha, aq më shumë rritej presioni i Hysit dhe në minutën e 26 pas një aksioni të gjatë, Fisnik Papuçi gjuajti bukur nga ana e majt, por përprak nuk ishte i saktë. Në minutën e 37, pas një degazhimi të dobët të Bujarthaqit, Festim Krasniqi që e ndali topin pasoi shumë bukur për Yll Hoxhën, tentimin e të cilit tha që e priti me sukses. Në minutën e fundit të pjesës së parë, Ballkani pati rast ideal për të kaluar në avantazh, kur pas këtij kundërsulmi, fillim Guraziu që ishte në pozitë shumë të mirë për të shënuar, gjuajti dobët dhe jashtë portës. Në pjesën e dytë Hysi ishte edhe më kërkues drejt golit të Ballkanit dhe rastin e parë e pati rezervisti Labinot Ytullahu, por edhe një herë Bujarthaqi u tregua më i suksesshëm se futbollistët vendas. Në vijim të këtij aksioni, mbrojtësi mysafir Mirsadi Drizi për shkak të kësaj ndërhyrje ndaj Granit Çekut, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdh dhe u përjashtua nga loja. Disa minuta më vonë, tha që ndali edhe një tentim të Ytullahut. Në kohën kur Hysi ishte vënë tërësisht në kërkim të golit të avantazhit, u kap në befasi nga një kundërsulm i Ballkanit. Fillim Guraziu pasoi për Fisnik Ramadanin, i cili në tentimin e tij të dytë arriti ta kalonte skuadrën nga Theranda në avantazh 1-0. Pas këtij goli, Hysi nisi të sulmonte edhe më shumë, mirë po pa ide të qarta për të ndërtuar aksione të rrezikshme. Në minutën e 70, Samir Sahiti provoi nga kjo situatë, por sërish Bujarthaqi ishte i suksesshëm. Në minutën e 77, Samir Sahiti krosoi nga ana e djathtë, kurse në anën tjetër Fisnik Papuçi gjuajti bukur me kokë dhe e barazoi rezultatin në 1-1. Pesë minuta më pas, ishte edhe rasti i fundit i rrezikshëm për Hysin në këtë takim, kur Granit Çekaj gjuajti edhe një herë, por sërish Bujarthaqi ishte shpëtimtar për mysafirët. Në 10 minutat e fundit të ndeshjes, futbollistët mysafir përveç se ishin të suksesshëm në mbrojtjen e rezultatit, ishin mjaft të suksesshëm edhe në zhagitjen e lojës, pasi këtë bënë disa situata për të përfunduar takimin me rezultat të barabartë 1-1.